Parlamenti zhvillon këtë të hënë seancën e parë plenare për vitin 2013. Konferenca e kryetarëve në mbledhjen e ditës së njëjtë miratoi me konsensus mes demokratëve dhe socialistëve kalendarin 3 javor të punimeve të kuvendit. Në rendin e ditës të seancës plenare të parën për këtë vit, pritet miratohet programi i punës së kuvendit për 2 muajt e ardhshëm, si dhe kalendari i punimeve 3 javore të kuvendit. Mësohet se kryeparlamentare Topalli ka përfshirë për votim në këtë seancë edhe 3 ligjet që kërkojnë votim të cilësuar në parlament, të cilat janë kusht për procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, si miratimi i rregullores së kuvendit, projekt ligji për gjykatën e lartë dhe ai nën punësit civil. Gjithashtu kuvendi do të votojë këtë të hënë për kreun e Inspektoratit të Lartë të Deklarimit të Pasurive, pas zgjedhjes së ish kreut të saj Adriatik Llalla në krye të prokurorisë së përgjithshme. 2 kandidaturat e propozuara nga presidenti Bujar Nishani, Zana Zhuka dhe Shkëlqim Ganaj, pritet të hidhen në votim, ndërsa qëndrimi i Partisë Socialiste lidhur me këto 2 kandidatura ende nuk është bërë publik. I pyetur për këtë çështje një ditë më parë, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama tha se do të vendosë grupi parlamentar. Një tjetër çështje delikate në punimet 3 javore të kuvendit është edhe ndarja e mandateve për zgjedhjet parlamentare të 23 qershorit. Të martën pritet që Komisioni i Ligjeve të shqyrtojë këtë çështje, ndërsa Partia Socialiste ka deklaruar se ndarja e mandateve duhet bëhet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.